Ish-banorja Big Brother VIP 4 ka dy fjalë për rikthimin e Eglit në shtëpi. Egli Tako është rikthyer në shtëpinë më të famshme në Shqipëri Big Brother VIP 4 me shumicë votash. Publiku vendosi që ajo të rifilloj garën për çmimin e madh. Ishte kërkesa e Eglit të vazhdonte garën për çmimin e madh me qëllim, siç tha, të vërë në vend dinjitetin e vet. Kështu ajo u rifut në shtëpi një javë pasi doli për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore dhe psikologjike. Lidhur me rikthimin e Eglit, Krisa, ish-banorja Big Brother VIP 4, postoi një foto ku shkruante: "Fuqishëm tani dritë". Të shumt kanë qenë personazhe të njohur të ekranit apo ish-banor të Big Brother VIP që kanë reaguar për rikthimin e Eglit në shtëpinë e reality show-t. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.